Keni berë të futen të huaj, të parethprer nga zemra dhe nga mishi. Keni berë të futen të huaj, të parethprer nga zemra dhe nga mishi. Ja çfarë keni berë. Në për familje shqiptare. Që ati pas mëshirë, për gjykimin që po vjen, po në qoftë se nuk ka pendim, sa do jetë mundimi i madh në atë ditë, se po vjen mundimi i shtrëngimi i madh. Çfarë do bëni në atë ditë? Kryeni nderim dhe omazhe të vdekurve, i dhujtarëve masonë, të adhurimit të Horusit që ishte Francesku, papat e Vatikës, Vatika që ishte hynia në Roma, Ishtar, që kanë ndërtuar qytetin e Vatikanit mbi tempujin e Vatikës. Vatika, për ju që nuk e njihni, është kjo ja. Ja ku e ke këtu ja. Ja ku është Vatika që vjen, mësandaj dhe ngrihet, lartësohet. Ishtar është Vatika, me emra të ndryshme. Keni berë të futen të huaj sa kanë hyrë të huaj nga Shqipëria me doktrina të rreme, ligju hoq, manipulime filozofike. Ndërkohë, shikojmë, mësandaj, që i kemë të vdekurit. Duhet ta gjeja të videon, duhet të dëgjohet, sepse gjëra që flas, ja një moment, vëlla motër. Duhet të gjeja të video, një sekund. Që ta kuptojnë njerëzit me kë ka të bëjnë, sepse ka një domethënie të madhe. Që shikon, më thënë, themelet e personave që ku kanë qenë më përpara. Ku kanë qenë më përpara. Ja, më lejo një moment. Duhet ta kaloj që në fillim, sepse është diçka. Ja, prej Xevairi. Wow! Ja një moment. E gjeta, okay. Tani shpjegon disa aspekte personi, ja një moment sa ta shohim. Dhe përse masandaj do dali, ja një sekondë, sa ta rregulloj. Okej, ja një moment. Okay. Do rikthehemi prapë këtu ja. Vargu, por para se të bëjmë atë gjë, duhet të shikohet nga vetë personi, sepse me që doli është pjesë tani dhe okay. Ja një moment. Megjithëse vargu flet porozi, për çfarë ndodh në kombin tonë me aleancat që bëhen, por ja një moment, sa të bëj save një
një video edhe që të shfaqet më thëndaj më vonë. Okej, për të ditur dhe ndoshta personi e kupton. Tani, këtu në këtë video unë do shfaq themelet e personit që Gentian Dervisha, ti Genti në këtë rast, ishe në konferencë me Alfredin 6 vjet më përpara, dhe ta shikosh nga se është marrë vajosja e personit që ti e ishe pjesë, mësandaj, në atë mbledhje, në atë takim, dhe personi u lutë për ju, mësandaj, që do ta shikojnë dhe të tjerët. In California. This Thursday, I'm on TBN. Friday, I'm going to go and visit Catherine Kuhlman's tomb. It's close by Amy's. E shikon? Beni hin këtu flet që, kishte një takim, asandaj do të vizitonja, tha, the tomb of Catherine Kuhlman, do më thënë varrin e Catherine Kuhlman, dhe të Amy McPherson që ishte aty afër. Forest Lawn Cemetery. I've been there once already. And the grave where she's buried is closed. Isha do më thënë, isha njëra atje më përpara, kishte shkuar më përpara. Tani dhe tash po shpjegon që varri aty çfarë kishte përreth. Walls around it, you can't get in without a key. Dhe nuk mund të hyjë atje se ishte rrethuar me mure dhe duhet të kishte një çelës. And I'm one of the very few people who can get in. Dhe unë isha i vetmi person që mund ta kisha këtë çelësin që mund të hyjë brenda. But I'll never forget when I saw Amy's tomb. It's incredibly... Po nuk harroj kur pash varrin e Amyt dhe... dramatic. Ishte një pamje dramatike. She was such a lady that her tomb has 7-foot angels bound. Dhe ishte domethënë dhe kishte 7 të gëdhendura të engjëve, siç aty ja u e thot mos bëjmë, dhe kishte aty afër, shikoj njerëzit si janë të on each side of her tomb with a gold chain around it. Edhe tash imagjino që kishte edhe një zinxhir prej ari, shiko tani që ajo ar atje që po përdorshe për qëllimet e mira, të veprat e mira që ligji thotë për të ndihmuar dikë, por shiko ku vendosen ari që aty Jahue tha që mos i vendosim ato arin në për të vdekurit apo në të gëdhendur apo në shtyllat apo si shikojmë këtuja zinxhirin prej ari në varrin e kësaj Amy McPherson. Që për ju që se njini, Amy McPherson ishte në vitet 1700, kjo, më thëndaj, për një periudhë humbi fare, nuk doli fare, dhe u gjent në një plazh që, më thëndaj, s'ishte nga ana mirë mendore. U shkëput dhe e gjetën diku. Dhe këta persona lartësojnë persona të tillë. Tani ti Genti ishe në konferencë me Benny Hinn. Dhe ky është Benny Hinn në para 20-30 vjetësh. As incredible as it is that someone would die with angels bowing. Dhe sipas ti, wow, çfarë mrekullia që dikush vdiq me engjët përreth, që këta engjët i përuleshin kësaj. Shiko çfarë manipulime vazhdojnë të ndërkohë ata engjët ishin të gëdhendur, ata po tani na dolën që i përulen, po si u pastaj u bën gur ata kur ajo vdiq. Each side of her grave, I felt a terrific anointing when I felt a terrific anointing. Unë ndjeva një vajosje të tmerrshme në atë moment sa hyra te brenda në varri. Prandaj ky dhe të tjerë shkojnë dhe masandaj marrin vajosje demonike në përvarret. Shiko çfarë deklaron. Was there. I hear this. I trembled when I visited Amy's tomb. Unë po dridhesha kur vajta tha, po normal që po merr një demon kur po dridheshe, po të mbushnin ata. Ky po dridheshe kur vajti në varri dhe po e ndjente këtë vajosjen dhe këta e quajnë që kjo është fryma e shenjtë. Po si mund të shkosh tek varri i njerëz që aty thotë mos shko të konsultohesh me të vdekurit në Isaia 8 sapo e prekë? Apo jo, Genti? Sepse çdo gjë fluturon në kombin tonë dhe bashkohen masandaj dhe ti ishe në konferencë të shfaqim pak më përpara. Për personit që po mbushishe nga frymërat në përvarret.
shaking all over. God spark him all over. Dhe këta e quajnë masandaj që është fuqia e Zotit tonë. E Zotit kësaj bote, që është Satani, por nuk është të fryma e shenjtë që të vesh ti në përvaret. Në njëra që ecë në palishmëri në atë pare, dhe nuk konsultohesh ti me të vdekurit, por ati ja u e veçon dhe fuqizon si që apostut ishin, dhe nuk shkonin apostu në për të vdekurit, por fuqizohen nga fryma e shenjtë se po kërkonin fytyrën e atit në dhomat e tyre të mbyllur në dhomën sekrete. Por për karizmatikët është gjithmonë një eksperiencë që duhet jetë e lidhur që të tjerët ta pranojnë. Shërbesën e tyre demonike. Kjo masandaj prezaton që është me Kris oja kilomen, po të shikosh masandaj që kam folur dhe më përpara, është edhe këtu, ja, duhet. Edhe masandaj thotë që s'ka nevojë ti po t'i japësh atë farën $100 në numrin që të regojnë këta zakonisht, si ky dhe Jesse Duplantis, masandaj ti frigoriferi tënd do të plot. Nuk ke nevojë të punosh ta bankat, më thënë, llogaria bankare do jetë e majme. Shiko premtimet boshe të Kundalinit që halketa me pranverë masandaj apo të tjerat që i shikojnë dhe kërcejnë dhe masandaj mbushen prej frymrave dhe mbushin dhe të tjerët. The man with me and I was shaking. Norm, who worked with me for years. And Norman, I was trembling under the power of God. I said, dear God, I said, I feel the anointing. I began. Të më dhenë këhyri ati dhe ky pasën në masën e të se, wow, qarë fuqie, po unë po e ndjeva Josin, po ndjenjë normal frymrat që të po fuqizonin, të të vajti atje duke shkelu ligjin. Që ati thotë mos e bej të shkosh të konsultohesh me të vdekurit për llogaritë të gjallëve që ti je i gjallë, nuk duhet konsiderohen të vdekurit. Mbasi beresh masandaj nderin një familjari apo masandaj e varose denjësisht, nuk shkohet me në përvaret. Kurse këta janë të vazhdueshëm vizitat e tyre në përvaret. Kjetë shoqen e Bill Johnson që masandaj shtrije në përvare, unë kam shfaqur ato foto. Në personat që këta i lartësojnë personin përmbi Zotin Yahweh. Që Zoti Yahweh mund t'japi fuqinë në frymës së shenjtë të pastër, kur ti dhe unë ecim në urdhrimet e ligjit, kështu nuk më katojmë. Dhe kur nuk më katon vjen fuqia e frymës së shenjtë, sepse trupi tënd, tempulli, po pastrohet. Ke diçka tjetër që është pjesë e kësaj. Kale. Ja ku ke. Në varet, këtu është e kohës të tanishme, Catherine Kuhlman vari, ajo është atje. Ja ku ke. Ja ku ke. Catherine Kuhlman. Edhe manipulimet e tyre. Masandaj dalë se do shikoni gjërat e tjera. In miracles, because I believe in God. Ja, a foto që po thesë, më falni, ja ku është. Ja ku është tjetra që shtrihet në përvaret. Ja ku ke kjo lartë, që njëjta grua, dhe ja ku ke miqësitë së bashku, pa frymën e Atit Yahweh. Genti, çfarë evidence do të kesh ti në? Që unë lutem Atit dikush ta dërgojë dhe do të bëj unë tak në këtë mësim. Çfarë duhet të themi me? Ja, tani dele. Cancel everything. Let's go there. Because not many Ky është dishepulli i Benihin. that so many people were going to Catherine Coleman. Shikon, shumë njerëz po shkonin në vari Catherine Kuhlman, normal që mentori tënd Beni ishte i pari që hapi rrugën, ishte pioneri. Dhe ky tani do flasi për atë Chelsea që Benihin thoshte që unë isha i vetmi që kisha Chelsea. Dhe ja ku ke Chelsea. Because they wanted an impartation, an inheritance, a blessing that they had. Dhe domethënë shkonin atje të merrnin bekimet në përvaret. Karizmatika. Manipulimet e deklarimeve boshe. To move her grave to this specific place. Papa Bafowler, after many hours of searching, he comes here, he gets led here. And when he comes here, check this miracle out. Shesin e ka në dorë, A man comes out, a golden van stops and looks. Shiko çfarë manipulime, domethënë, ky pak të vizionin gjendja ajo është ai erdhi një furgon i artë.
Ta vetëm arin duan, vetëm pasuritë siç e bente Mamonia në Shqipëri, Alketa. Që ku të shfaq dhe atë videon që mas andaj do ta shfaqim. It's like a worker. And a man comes out of this golden van. Ja ku e ke qesin në dorë, mos haro. Dhe çfarë vaj mas andaj përdoret. Ja ku e ka qesin. And this man Shikon qesin në dorë. Domethënë, ky njeriu ju shfaq dhe un kam qesin. Dhe tani thot, shiko, unë e kam këtë qesin dhe po jap te juve. E shikon manifestimet e frymërave si mbushen më vonë këta njerëz. tells my spiritual father, said, I have the golden key. And he said, the worker said, the Lord told me at this time today that you will be here and that you are meant to be one of the people that I pass this golden key to. Releasing doors, opening doors that no man can shut, no man. Shiko manipulimet që bëjnë mas andaj. Dhe kjo do të hapi dyert dhe asnjëri nuk mund të mbylli. Tërë ato deklarime boshe të karizmatikës, të pentakostalëve. Man can close, no man can open. And this is Ja, what të the marri Lord vajin says. tani. Linda, I want you to give me your hands. Hey. Tha, shiko, pastore tha, ja ku i ke pastoret. Pastore afrohu. Pastore nga frymat e kundalinit, që pleqt e kishës janë meshkuj, më të janë burra të një grua të vetme. Bikqyrsi Peshkopi është buri një grua të vetme. Shikoj veshjen e neveritshme me pantallona tjetra. Gjë që aty thotë është gjë neveritshme që vishen si burrat. Thjesht kanë çik flokët më të gjata, kjo është dallimi. Shikoj tash manipulim, shikoj manifestimet. Shikoj manifestimin e frymërave. I'm going to Shikoj. oil over this. And I want you to open it. Thank you, Holy Ghost. Shikoj. Holy, holy, holy. Opa. Holy, holy, holy. Ja, transmetimin e frymërave tash. Holy, holy, holy. Shiko si do manifestojnë Holy njerëzit. Ghost. Opa, filluan të mbushen. Arnold in Victorville. Ja, ku she je, just said, the do më Lord thënë, is Të shtrihesh në përvare dhe shiko si parpaliten. mantling Linda with a double portion because of her heart to be Dhe flasin këta profetët të remë, këta mësues të remë, që gjoja ati do japi një vajose të dyfishtë duke vajtur në përvaret, nga mentori i Benihin, prandaj Diga Hernandez ka të njëjtën vajosje që masandaj nuk i pëlqen Atlantës, kur ekspozohen frymat e kundalinit. Sepse frymat e kundalini nuk doan që të dalësh në të vërtetën, të zbatosh urdhrimet e ligjit, që sa herë kemi folur që në 2021 bashkë me vllajin që është në Izrael. Që në atë kohë, dhe kur erdhi vërteta masandaj, vazhdua të mbanit frymërat. Dhe mjafton të shikosh dëshmitë të tuaja. Apo të kishë mbajtur ato biseda dhe thënjet dhe vargjet masandaj, apo çdo dhe është bërë mësimi për atë punë. Sa po bë mësimi. Por me njerë kur vjen e vërteta masandaj, opa, me njerë hiqesh nga Facebooku, blokohesh, por normal që Satani blokon të vërtetën. Me çdo lloj evidence të shkrimit që është dhënë përpara jush, ju nuk e pranoni shkrimin sepse nuk keni atin as frymën e shenjtë. Se fryma e shenjtë nuk vjen për ty dhe për mua që të ecim në palishmëri, në frymra të tilla që jemi manipuluar që më përpara unë, në vite më përpara, po kanë tashmë janë vite që u çliruan për këtyre gjërave. Që po mundohem të çlirojmë në një vllaj, në një motër shqiptar, bashkëdhetar, kudo që po dëgjon. Dhe për ty në Francë, apo në Belgjikë, apo në Spanjë. Mos ndoshta eksperienca që ti pate në të kaluarën tënde të ka shfuqizuar aty ku je në Spanjë, motër, me të njëjtat frymra që kanë atje në Spanjë, me tërë betejën që ti ke, që ke patur, që kur i ke nga Shqipëria, që sa u mundova me ty. Ti gjende shikon her pas here diçka, por akoma nuk afrohesh që marrësh të vërtetën e plotë të qëndrosh, që sa herë që hynje, wow, vlla, u çlirova, u mbusha. Pastaj me të marr atë porcion, kaq, vazhdoni prapë në tuajat dhe për muaj me radhë nuk dëgjonja me ku ishit, pastaj kur ishe në nevojë afrohesh të gjende. Nga që është hapur dera për secilin për jush, por ke një zemër të shpëtohesh nga këto frymra, se mos ndoshta të çliron ai që ke aty në Dono del Sole, de Soles, siç thonë në Spanjë, ku ta di unë?
Me frymrat e tilla që kanë ata karizmatika, që vllajt e ka shkruar personalisht në WhatsApp, me zanore, ti shpjegova. Yes. Faithful to what God has spoken. Glory. Today's a day of expectation. Ja, ku ke prap, të tjerë që vrenë në përvare, shtrien, rri me ditë aty. Me ditë. Nekromancia. Shikoj manifestimet e të qeshurës masandaj të kundalinit që është të dy këta. Që po shpjegojnë si vajtëm në vari i tjetrës. I tjetrit, më thënë sepse i po flasin me besën e njerit për atyre që këta. Shikoj ajo tjetra u shtritas me nga frymat e kundalinit. Shikoj. Në emër të Jashuas. Që kundalini si qesh. Shiko manipulimet e këtyre frymrave që bëjnë. Dhe e ke parasysh që njerëzit vejnë, ja ku është tjetra që po bisedojnë. E ke parasysh kur vejnë masandaj dhe tjetri nga Greqia, apo aty edhe në Kamës, apo ku ishte, masandaj, që venduar të mbi ekranin, se do ta vejnë më vonë mbi ekranin, prapë pioneri i të vajturit në përvare, Benihin. Kur vendorën mbi ekranin, dhe unë tani e çliroj këtë vajosin mbi ty. Manipulimet e tilla i ke masandaj në Lovi, apo në Java, apo në dishepujt e Tibi Joshuas, apo. Shikon, gruaja time, po ta kuptoni, larë në anglisht sot, ushtri në varin e gjyshit tent, dhe iku e tjetra, shikon, e qeshura e saj. Në më thënë, 7 eri vajtën atje. Morën vajosin për ja ku janë këta të dy prapë. Edhe bashkohen masandaj me të vdekurit. Duke kërkuar të vdekurit. Kërkojnë të vdekur në përvare, pastaj takohen me të vdekurit. Mos ndoshta kishte ndonjë gjë të ndryshme, çfarë pa më pak më përpara në kombin tonë, me kë kanë alancë. Thank you all so much. I'm here in my little chapel at my house in Hacienda Heights in the San Gabriel region. And our beautiful blessed mother is here with us. Shikon, kemi dhe nenën tonë të bukur, që është tu me neve. Shikon çfarë manipulime ndodhin? Shikon të vdekurit, më thënë kërkohen dhe masandaj ky fillon të profetizojë që kjo nena tonë po ju thotë juve. Do më thënë si do marrim profeci nga të vdekurit për të gjallët? Mjafton. Masandaj ku ke prezat tonet edhe ato manipulimet e tyre por të kaloj një video tjetër. Ne duhet të kalojmë këtë video tjetër që ta kuptojë dhe audienca shqiptare ku janë dhe ndoshta edhe vetë personi që po flisnin pak më përpara, personat sepse nuk është një, por ta shikojë domethënë vetë. Në konferencën që ishte pjesë. Ja ku ke. Benihin 6 vjet më përpara dhe ke Gentin me Alfredi Galloshi në shërbesën e tij dhe këta janë lidhur në Zoom dhe ku kanë ekran të tërë rreth botës. I want to speak with Alfred Galloshi. I think he's a pastor. Do flas, tash më duhet të flas me këtë. He looks like he's from Iran. Dhe normal që masandaj frymrat e kundalinit të gjejnë normal se ke hyr pjesë e të njëjtës legalitet, duke hapur derën dhe bashkuar me frymrat e vdekjes. Edhe masandaj do flasim me këtaja dhe ja ku doli masandaj. I'm well, and where are you from? Armenia. Ja, lekë nuk e gjen emrin e komiton një vetë Benin, por ja ku ke masandaj Alfredin dhe afër ishte ti Genti me te, apo jo?
shetimet e, ja, për një moment. Herself. I thought I saw somebody. Ja, okay. Ja. God bless you. What bless your heart? Nga kush? U bekoftë zemra tënde nga kush? Prej frymrave të vdekjes? Prej Benihim, pasandaj prej Mamonit, që nuk ndalojnë së xhvaturi njerëzit në Afrikë, për rreth. Këta njerëz që ecin me bodyguarde në për avione, me jet private. Dhe ti Genti je pjesë dhe ma shpërndan të njëjtën frymë në kombin tonë. Dhe masandaj titri fillon çfarë? Edhe fillon lutet mbi ju, po për kë po lutet, sepse e pam pak më përpara që fryma e vdekjes ishte duke shkuar marr vajosjet në Katrin Kuman dhe Amy McPierce. Nuk të sensibilizon pak ndërgjegjen tënde, Genti? Dhe ty Alfred? Me ekspozime qati Yahweh po bën në orët e fundit? Okay. That's enough. Mjafton. Mjafton. Vazhdoj me shkrim. Kini berë të futen, të huaj dhe të pare të prerë nga zemra, të pare lindur do thot, dhe gjithashtu dhe nga mishi, që duhet të ndodhi ku një person ka besuar në Mesia Jeshua dhe ka shpenduar nga shkelit e ligjit dhe për të ngrënë pashkën i duhet të rrethprerja e mishit, për të ndjekur gjurmët e Abrahamit, siç ai i besoi dhe masandaj u rrethpre, që është një beslidhje, është një shenjë beslidhje së përjetshme, një shenjë beslidhje së përjetshme. Ndërkohë në Isaia 24, si thatë Yahweh tha, që çfarë keni bërë tha, që toka është përdosur për shkak të shkeljeve të ligjit. Dhe masandaj thotë, sepse ju keni ndryshuar statutin, ligjin, dhe keni përdosur beslidhjen e përjetshme, para se të vinte të gjykonte botën me anë të ligjit. E ligji ka shumë shenja, vëlla motër. Ka sabatin, ka festat biblike dhe urdhrimet e tija me pak fjalë. Se ligji është një shenjë në jetën tënde që ke vulën e Atit Yahweh në zemrën tënde, në mendjen tënde, në ballin tënd që thotë, që të mos torturohesh në ditën e zemërimit, të mbrohesh, sepse po tregon devotshmërinë ndaj tij. E çfarë? Duke shkelur thot beslidhjen time me ju, thot, me veprimet tuaja të neveritshme. Ja ku ken veprimet të neveritshme që shikojmë sot. Ato që dëgjuam, që pamë video, ja ku janë vllazëritë dhe miqësitë, aleancat pa frymën e Atit Yahweh, bi rebelë, gënjeshtar që nuk duhet të dëgjojnë për ligjin e Zotit Yahweh. Këto janë gjërat e neveritshme që shikojmë në kombin tonë. Për vendimin e tyre. Ju nuk jeni kujdesur për gjërat e mia të shenjta, thot Ati Yahweh, por keni vënë të huaj në vendin tuaj që të kujdesen, thot, për gjërat e mia të shenjta. I huaj, i pam të huajt, vllazëritë të huajt. Kështu thotë Zoti Yahweh, asnjë i huaj i pa rrethprer nga zemra, dhe i pa rrethprer nga mishi nuk ka për të hyrë në shenjtorin time. Kush ishte shenjtori e tij? Shtëpia e tij. Shtëpia e tij. Ja ku kemi. Banesa e tij, tabernakulli i tij, qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, qyteti i shenjtë, që akoma nuk ka zbretur nga qielli. Banesa e tij. Dhe banesa e tij ka disa principe që fillojnë me zemrën. Sepse një që akoma nuk është rilindur i pare të prerë nga zemra, normal që nuk mund të mbajë urdhrimet e ligjit të tija,
duke qenë rreth prerja në mish, një nga urdhrimet e tia, një nga urdhrime për të lënë trashëgimi fëmijëve tanë në ditën e 8 për tu rreth prerë. Një që është për ne për meshkut për të ngrënë, që është detyra masandaj dhe urdhrimi për të ngrënë Pashkën, se pa atë nuk mund të hash Pashkën atit Yahweh. Është Pashka atit Yahweh Eksodi 12, por normal që ka masandaj çfarë ka ndodhur, ju e dini çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur? Shtrembrimet e tyre, komunionet e tyre, sakramentet e pafundme të tyre, edhe po të marrësh çik bukë, masandaj dhe çik lëngë dhe e merr mëngjes drejt darkë, s'ka rëndësi, të ligj është hequr, masandaj Pashka nuk është më ke ishtar dhe është çdo të diellë, sepse na la shembull masandaj Konstantini, çfarë neve duhet të adhurojmë. Ton ata. Ja të shikojmë një foto tjetër të shembullve të tyre, që të shprehin idhujtarinë e diellit, dhe mendon populli tonë, sepse këta njerëz janë besimtarë të devotshëm. Ja të hedhim një foto të adhurimit të tyre. Mos doshta personat marrin prioritet çfarë Bibla thotë. Ja ku ke. Që shenja e bufit që shikon ti këtuja në të majtër lart, 3 gjashtat në të njëjtën kohë, është adhurimi i diellit, Orisi. Dhe këta janë masonët e sotëm që i kemi. Ja ku ke yllin masandaj në $1 poshtë, që adhurojnë të njëjtën hyni që adhuroshe në atë kohë. Në atë kohë dhe tani është i njëjti adhurim që vazhdon. Mos ndoshta ka ndaluar Satani të adhurohet prej tyre? Jo. Horusin apo Orisin në këtë rast që qushe ishte zoti i diellit në Egjipt dhe këta, prandaj ta morën shenjën që nga Egjipti, të tëra gjëra që kanë ardhur qati i qortoi dhe janë të gjëra të neveritshme thotë në atë kohë për këto gjëra. Që populli i tij apo vuante. Ja ku ke. Shenja këtu lart e syrit. E syrit dhe ke astronautët që prapë adhurojnë, ke aktorët, zvend presidenti më përpara, ke Mogulin, si ishte ky Amazon Moguli vogël që bënte filmin e Zoti i Unazës, dhe me astronautë dhe me Justin Timberlake tu, apo U2, dhe më thënë grupi që është europian, mas andaj i njojtur, ke aktorin mas andaj dhe Pharrell këtuja që është rapisti, ke adhurojnë të njerëz. Ta shprejnë hapur, ja ku ke aktorin mas andaj prap. Të njëjtën adhurim. Ja ku ke këngëtarët Ariana Grande me këtë titrën, si kanë emra? Asnjë i huaj i pare të prerë nga zemra, i pare lindur, njeriu natyror mishor, që nuk do të zbatoj ligjin. Nuk hynë në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri. Sepse në Jeruzalemin e ri do mbahet ligji brenda. Dhe jashtë kombet, thot Isaia 66, që në qytetin e ri, në qiellin e ri, në tokën e re, nga një muaj i ri në tjetër, nga një sabat në tjetër, do vinë të bie në gjunjë përpara meje, thotë Yahweh. Dhe i bilese kishte fjalën jo vetëm për izraelitët, por edhe ndonjë i huaj që ndodhet në mes të bijve të Izraelit, që ne ishim të huaj ndaj bestidhes, se jemi ne këtu që po flet masandaj,
në vargun edhe ndonjë huaj që ndodhet në mes të bijve të Izraelit. Dhe tregon masandaj që në atë kohë, më përpara, se të vinte kjo profeci për akoma që s'është përmbushur, thot levitët atëre u larguan thot kur Izraeli dori nga rruga e drejtë dhe u shmangën nga unë, thot atë Jahue, për të shkuar pas idhujve të tyre. Do të ndëshkohen me paudhësinë e tyre, që ose spendohen në popullin tonë. Me i thate, po jep detyrën tani që këta levitët, kur të vi Mesia Jeshua në pritërinë e tij që do jetë e manifestuar në plotësinë e vërtetë, sepse do jetë në tokë, do ta shikojnë si ata që janë ngjallur normal, por dhe ata që janë të vdekshëm, që kanë mbetur mbas gjykimit të 3.5 vjeçarit, ata masandaj do ta shikojnë shërbesën e Mesias Jeshuas si është kryepriti përsosur i lartë i Atit Jahue, dhe janë levitët masandaj që do kryejnë, do shërbejnë si roje në portat e tempullit që është brenda tempulli që flet në Ezbulesa 3, do t'ju bësh shtyllën në tempullin e Zotit tim, thotë Mesia Jeshua. Këta levitët që pam pak më përpara, ja ku i ke, levitët, e kështë fjallën që etrit e tyre u larguan nga mua, por thotë janë disa që ati gjende thotë do japi çfarë detyrën që këta do shërbejnë si roje në portat e tempullit që do ndërtohet e 1000 vjeçarit. Dhe këta do kryen shërbime në tempull, thot, dhe këta do therin në ofertat e djegshme, holokauste do thot ofertat e djegshme, thot Isaia 56, që kombet do sjellin ofertat e tyre në shtëpinë e lutjes. Në shtëpinë e lutjes është tempulli i 1000 vjeçarit. Do therin ofertat e djegshme këta levitët dhe flimet për popullin, për kë popull? Për ata që janë jashtë. Kombet që kanë mbetur jashtë, do sjellin ofertat e tyre. Dikush thot çfarë po thua vëlla? Okej, Isaia 56. Këta janë bitet huajve që kanë mbetur jashtë, për ta korrigjuar veten time. Ata që janë jashtë që do sjellin ofertat e tyre. Do sjellin, sepse ne nuk çojmë me oferta kur jemi të ringjallur me trupin ynor, jemi brenda në banesat tona. Më kupton vëlla motër? Këtu po fliste që ata që janë bashkuar bitet të huajve më përpara të kombeve, apo edhe kombeve që kanë mbetur, kombe që ka mbetur jashtë qytetit, në të rastë Jeruzalemit të ri, ta janë të vdekshëm. Dhe Bibla thotë që do vendosin besimin, që thotë në Isaia 51, që do vendosin besimin në krahun tim të djathtë, thotë Ati Jahue, krahu i djathtë që qëndron të djathtën është Mesia Jeshua. Ta janë bitet të huajve këtuja. Ta në këtë rast do vinë Zekaria 14, do vinë të mbajnë festat e Atit dhe kështu në këtë mënyrë po i shërbejnë dhe duan emrin e Tij, po respektojnë sabatin e Tij. Dhe a thot masandaj do t'i çojnë në malin tim të veçuar, do t'i mbush me gëzim në shtëpinë e lutjes, ofertat e tyre të djegshme dhe frimet e tyre do të pëlqejnë mbi altarin tim, thot Ati Jahue, në tempullin që akoma nuk është ndërtuar. Dhe qyteti i ri, thot Jeruzalemi i ri, thot shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjes për të gjithë popujt që kanë mbetur. Do të Jahue që i mbledh të shpëndarët e Izraelit, thot, unë do t'i mbledh rreth tij edhe të tjerë përveç atyre që kanë mbledhur. Kombet jashtë. Profecia që është e lidhur me sabatin, që respektojnë sabatin pa e përdosur, se përben çfarë? Nder ndaj beslidhjes së Atit Jahue. Përben kjo ekuacioni në kombin tonë? Unë e di që me të ekspozuar diçka, ne bazohemi vetëm në ato ekspozime që unë bëj. Masandaj, vetëm ato dhe harron masandaj njeriu çfarë do të bëjë në jetën e tij. Që të mbajë urdhrimet e ligjit të tij. Ajo është tërë ekspozimi që po bëj dhe që po bëj në zemrën tënde. Po njerëzit bazohen këtu kundalini, bëni hin këtu apo kene tegën këtu, këto gjëra tashmë i dinim
Dhe vazhdojnë të shkelin sabatet dhe festat e tija dhe nuk du t'ja dinë për të mbajtur urdhrimet e ligjit. Prap në të njëjtën gënjeshtër qëndrojnë. Dhe thotë edhe masandaj ne Zekaria 14 të thotë që ka disa leviti që do marri për disa kombeve për rreth aty, thotë dhe këta janë ata të huajt që do bashkojnë me bitë e Izraelit. Dhe këta masandaj do kenë shërbesën në ofertat e djegshme që pam pak më përpara, këta levitë. Dhe fjala levit do thotë që ka të bëjë me shërbesën që je vendosur si prift, ju kanë bërë priftë dhe mbretër, thoshte Mesia Jeshua. Ofertat e djegshme dhe flimet për popullit dhe do të rinë përpara Atit Jahwe për t'i shërbyer. Duke qenë se i kanë shërbyer përpara idhujve të tij dhe kanë bërë që shtëpia e Izraelit të bie në mëkat, unë thotë ngrita dorën time kundra tyre, thotë. Thotë Zoti Jahwe, duke u betuar se do të ndëshkohen për mëkatin e tyre. Mos ndoshta Ati Aron dhe nuk do të më afrohen me për më shërbyer si priftërin, as do të afrohen asnjëra prej gjërave të mia të shenjta, këta që kanë çfarë, që kanë drejtuar popullin të shkojnë në mëkat, sepse këta nuk janë penduar akoma, dhe këta i kanë shërbyer idhujve, dhe kanë bërë që çfarë, populli të bjerë në mëkat, i kanë shërbyer idhujve që populli të bjerë në mëkat.